Kombëtarja shqiptare do të përballet me Polonin me 26 mars në orën 20:45 në një nga sfidat më të rëndësishme të historisë së saj e vlefshme për fazën play-off të botrorit të këtij viti. Pas shpalljes së listës me 26 lojtarët e grumbulluar, trajneri Silvinho në konferencën për media shpjegoi zgjedhjet e tij për këtë grumbullim. Rikthehen Ernest Muçi dhe Anis Mehmeti, ndërsa për formën e brojes ende nuk ka një përgjigje finale. Shqipëria do të ketë jashtë për këtë grumbullim të dëmtuarit me Don Berisha, Mirlin Daku, Rejmanaj dhe Marash Kumbulla. Si trajner nuk më pëlqen të qaj dhe të ankohem. Rejmanaj është një futbollist emblematik për ekipin. Vendin, federatën ka bërë shumë mirë me ne, por ne duhet të përshtatemi me situatën. Të qajmë nuk vlen sepse kemi të tjerë. Ky është avantazhi i federatës, se dera është e hapur dhe ka lojtarë të tjerë që vinë. Mana e kishte një dëmtim të rëndësishëm, për fat të keq edhe Daku nuk ka asnjë minutë në 2026-ën. Atëherë përshtatesh, duhet të mendosh, të rimendosh e të bësh gjëra. Të mos harrojmë që për të ardhur këtu kemi bërë shumë sforco për kushtim dhe motivim. I kam thënë të gjithë lojtarëve që për fat ekipi është i hapur dhe nuk janë të njëjtët nga marsi i kaluar e deri tani, por i falenderoj të gjithë që kanë bërë sforco për të ardhur këtu, për të gjithë punën që kemi bërë. Shkojmë në 100% për të bërë më të mirën për ne, federatën dhe për kombin. Ka qenë një rrugtim shumë i vështirë për të ardhur këtu. Ne sigurisht jemi rritur shumë si staf, si ekip, kemi bërë një rrugtim të bukur, kemi shkuar në Europian, patëm ndeshjet e Ligës së Kombeve, jemi kualifikuar në fazën e play-offit dhe shpresoj të shkojmë në botror. I kemi parë ndeshjet e Polonisë, ka një trajner të mirë, janë skuadrë forte me lojtarë të fortë. Jemi rritur ne, por edhe ata. Trajneri i tyre po bën mirë me skuadrën. Besoj se do të jetë një ndeshje shumë e bukur. Sa i përket lojtarëve kemi patur shumë kënaqësi të shohim kurse viten. Kanë cilësi teknike, posedim topit e mirë, janë të shpejtë. Ndonjëherë ne si staf jemi në thonjza pak xheloz për këta lojtarë të rinj, se çfarë cilësish kanë edhe ata mund të bëjnë në fushë. Jam i lumtur që janë trajneri i kësaj kombëtare që mund të bëjë shumë mirë. Doja të theksoja dhe një detaj tjetër për ndryshimin, atë kundër Andorës, pati një zhbllokim të lojës sapo hyri Nedim Bajrami me një pasim të bukur dhe më pas me një krosim të bukur të Uzunit dhe Astani që erdhi nga linja e dytë, ku shënua goli. Kjo ndodhi 20 minuta pasi Bajrami hyri në fushë. Unë them shpesh që jemi një dhe të gjithë mund të bëjmë maksimumin për këtë ndeshje. Të kthehesh te një ekip që kemi luajtur 2 herë, brenda dhe jashtë, unë preferoj të flas për Polonin, që është kundërshtari i radhës. Është diçka ngjashme mes tyre që mbrohen mirë dhe shfrytëzojnë hapësirat. Polonia është përmirësuar shumë si skuadër me trajnerin Urban, ka bërë shumë mirë në kualifikuesit e fundit, mbrohet mirë, është agresive dhe shfrytëzon shumë hapësirat me shpejtësi dhe cilësi. Futbollistët shënojnë, kanë 3-4 lojtarë që mbërrin në zonë e finalizojnë, janë fizikisht të fortë, agresiv dhe shfrytëzojnë hapësirat. Kanë diçka të ngjashme me Serbin, por në përgjithësi janë të ndryshëm. Poloninë e ka përmirësuar shumë trajneri Urban. Shqipëria përballet kundër Polonisë në Varshavë, teksa duhet të fitojë ndeshje teke për të marrë të drejtën që të luajë në finalen e play-offit me 31 mars kundër fituesit të çiftit Ukrainë-Suedi. Në rast se Kuqezin do të kalojnë Poloninë në bazë të shortit të hedhur nga UEFA, edhe ndeshjen e rradhës play-off do ta luajnë në transfert. Kombëtarja është 2 fitore larg ëndrrës së madhe, kualifikimit për herë të parë në histori në finalet e një kupe bote që këtë vit zhvillohet nga 11 qershori deri me 19 korrik në Shtetet e Bashkuara, Meksik dhe Kanada. Në rast se Shqipëria fiton në play-off, atëherë do të vendosej në grupin F të Kupës së Botës, së bashku me Holandën, Japoninë dhe Tunizin.